Përshëndetje nga unë Klea Kita dhe mirë se erdhët në Vibe. Sot do të kemi një histori shumë të veçantë, një histori frymëzimi, transformimi dhe është një person që ka një vullnet dhe një motivim shumë të madh për të ecur përpara. Sergi, përshëndetje. Përshëndetje Klea, faleminderit për ftesën dhe doja t'ju falenderoj që më keni bërë pjesë të këtij emisioni kaq bukur dhe jam shumë i gëzuar për këtë lloj interviste, podcasti, sepse unë besoj që podcastet janë e ardhmja e Shqipërisë, jo mediat normale ose Televizionet tradicionale. E kuptoj, atëherë mirë se erdhe dhe rrisi në shtëpinë tënde. Patjetër, që në momentin që erdha, ishte mikpritja shumë e ngrohtë nga gjithë stafi, ishin gjithë të rinj edhe ndihem shumë mirë. Mendoj po m'pëlqen kaq shumë sa po e mendoj të vi prapë. Do vish prapë, do jesh gjithmonë i mirëpritur, Sergi. Atëherë për të gjithë ato që nuk të njohin, kush është Sergi? Si do e përshkruaje sot veten me 3 fjalë? Sergi është një person i cili me një fjalë do ta përshkruaje ëndrrimtar. Sergi është një person i cili është i disiplinuar, i guximshëm dhe gjithmonë ndjek ëndrrën e vet. Atëherë, mua m'pëlqen fitnessi, është një nga hobit e mia dhe fitnessi si hobi më ndihmoi dhe më ka ndihmuar shumë të zhvilloj dhe pasionet e mia ose jetën time. Transformimi im fizik më ka ndihmuar dhe në jetën time të përditshme, qoftë duke postuar në social media, qoftë në komunikim, qoftë në biznes. Unë gjithashtu jam trajnuar shumë dhe vazhdoj trajnimet vazhdimësisht për shitje, për marketing, për komunikim, për leadership. Disa nga personat më suksesshëm në Shqipëri, një ndër ta është Vasil Naçi, një nga biznesmenët më suksesshëm në Shqipëri, dhe gjithashtu trajnimet e atij më kanë ndihmuar shumë për rritjen dhe zhvillimin tim personal. Jo vetëm biznes, po dhe pjesën shpirtërore. Pra, nëse më përpara kur ja nisa nuk besoja në Zot ose në diçka më të fortë, mund të them që jam kthyer dhe nga ateist, tash besoj dhe ajo është një nga gjërat që më jep dhe forcë, besimi. Më thej që ke qenë ateist. Po. Sot ti beson në Zot. Po, sot besoj. Besimin në Zot, do ta tregoj shumë shkurt si histori, ka ardhur ne si njerëz mendojmë se jemi të fortë ose po kur Zoti ose universi, sido që ta quajnë njerëzit, na përball me sfida, aty e kuptojmë se sa dobët që jemi. Dhe unë kam kaluar në disa sfida dhe e vetmja fuqi që kam gjetur, mund të them, ka qenë ke Zoti, po nuk është se jam ekspert ose që mund të flas, thjesht kam atë besimin tim dhe më ndihmon shumë që në momentet vështira t'ja dal dhe ta mund çdo lloj sfide që më vjen përpara. Edhe kjo është shumë e bukur. Faleminderit. Si ndihesh ti tani që beson në Zot, duke qenë se më parë nuk ke besuar se ka një Zot? Tani ndihem më mirë edhe gjithashtu diçka të keqe që mund t'ja bëj diku tjetër nuk ja bën dhe gjithashtu lëshon vetëm mirësi. Nuk do ta quaj veten si besimtar më i mirë ose njeriu më i pastër në botë, po thjesht besoj dhe mendoj se të besuarit në një fuqi më të madhe është determinante dhe çdo person ka për ta ndihmuar në jetën e vet. Tani kalojmë pak tek para se të nisësh palestrën. Po. Si nisi për ty ky transformim? U zgjove në mëngjes dhe vendose që okay, do nis palestrën, se palestra ka të bëjë pak dhe me pjesën e vetbesimit. Patjetër. Si ke qenë ti para palestrës? Para palestrës, atëherë unë kam qenë ish basketbollist profesionist, kam luajtur me Partizanin te mosha dhe triturit dhe për shkak të kushteve në Shqipëri nuk e kam vazhduar pasionin tim dhe sot që flasim. Pasi lash palestrën, ishte një periudhë jo fort e mirë, gjërat në shkollë nuk po shkonin ashtu siç duhet dhe më duhej patjetër një diçka, vet nuk rria dot pa aktivitet fizik dhe më duhej një transformim, më duhej diçka për të arritur. Shikoja shumë veta online, njerëz suksesshëm që kishin gjëra që unë nuk i kisha dhe unë doja t'i arrija dhe gjëja parte zhvillimi personal që tregonin ata ishin disiplina nëpërmjet palestrës, sepse palestra të ndihmon shumë në çdo aspekt tjetër duke përdorur atë lloj disipline, mund të çash mendimin im në çdo lloj fushë, pa problem. Ke pas mungesë të theksuar vetbesimi? Nuk do thoja të theksuar, po
si një 18 vjeçar që ne meshkujt kur jemi në adoleshencë nuk kemi asnjë gjë sepse lindim pa aftësi primin ose atë maksimumin një mashkull e kalon pas 30-at, kurse gozat e kanë pak më herë dhe duke qenë 18 vjeç dhe ti shikon që njerëzit e tjerë kanë më shumë gjëra se ty dhe ti do t'i kesh aty fillon një kresh që shumë persona mund ta quajnë dhe si depresion ose afër depresionit. Unë nuk e quaj veten që kam kaluar në depresion, por aty fillon një kresh që dhe të lind ajo dëshira që ti do më shumë. Unë gjithmonë e kam pas ambicien dhe dua më shumë dhe dua të kem më shumë dhe dua të jem më i mirë, por që është një rrugë e vështirë dhe do goxha vite dhe goxha mund, por që durimi është ai që mendoj unë duhet kemi patjetër dhe është një aftësi që duhet ta zhvillojmë dhe ta përvetësojmë dhe ta masterizojmë. Çfarë sakrificash ka kërkuar kjo rrugë? Sakrificat e rrugës time do thoja paktën atë për postimin online ose social media, siç e dim në Shqipëri ke shumë paragjykime, duke filluar që nga ata që ke miqe dhe shok ose dhe më pas më vonë familjarët, sepse është një treg ose një diçka që nuk është e prekur, ti nuk ke akoma aftësi dhe ti e duke nisur diçka të re. Këto kanë qenë ata personat të cilët më kanë dhënë pak vështirësi, po që nëse do diçka dhe do t'ja dalësh patjetër me çdo lloj forme. Mendoj unë që ka për të arritur, sepse këto lloj gjërash i kam mësuar nga persona më suksesshëm se mua. Nuk është se po i them unë, ose unë jam i suksesshëm dhe po i mësoj njerëzit thjesht. Kur e kuptove që palestra po të ndryshonte jo vetëm fizikisht, por edhe mendërisht? Atëherë e shikoja kur jeta ime po përmirësohej, pra nga një person që ndoshta në universitet ose në shkollë mund dukej si dështak ose që nuk ja arrin ose tjerë shikojnë që marrin rezultate më të mira se ty në shkollë e ti nuk je kurkund, aty fillon të lindë ajo dëshira që në një mënyrë ose në një tjetër unë duhet bëj diçka më mirë për veten dhe kjo ka qenë ajo nxitja fillestare që më ka ndihmuar mua dhe mendoj që çdo person duhet ta ketë një nxitje. Është një shkëndije e vogël dhe asnjëherë mos ta lëshoj atë. Ta ndjekë atë ëndrrën e vet. Sepse unë mendoj që në momentin që një person hedh atë ëndrrën në vet ose nuk i shkon deri në fund, aty ai person vdes dhe nuk ka më. Disa persona vdesin në klasë 6, disa vdesin 20 vjeç, disa 30 vjeç, jo fizikisht, por mendërisht. Nuk e dim nëse më kupton, sepse lejnë ëndrrën e tyre mbas për shkak të opinionit të tjerëve. Ndërkohë që duhet vendosim veten tonë fillim, pastaj se çfarë thon njerëzit e tjerë. Edhe ky ishte një mesazh shumë i mirë, shumë i bukur për të gjithë të rinjt. Faleminderit. Shpresoj sado të jetë një mesazh i mirë edhe të shpërndajmë sa më shumë pozitivitet edhe nëpërmjet ekranit. Atëherë unë jam shumë kurioze të di se sa ka ndryshuar vetbesimi yt nga dita e parë kur ti nise palestrën e deri më sot ku po flasim. Vetbesimi ka ndryshuar ekstremisht, do të thoja, personalisht ka ndryshuar qoftë në ecje, qoftë në çdo lloj sfide që e përball jetën, duke qenë se ja kam arritur në një fushë, mund të themi, e kam arrit atë fizikun e ëndrave që doja kur isha i vogël dhe tani çdo sfidë më ndihmon dhe them unë ja kam dalë një herë dhe unë mund t'ja dal në çfarëdo lloj situate. Mendoj që ky është mentaliteti që çdo person duhet të ketë, pavarësisht se sa e vështirë është një gjë, mund t'ja dalim sepse është njerëzit e tjerë ja kanë dalë, nëse ata ja kanë dalë, pse mos ja dalim dhe ne? Është e bëshme, gjërat janë të bëshme. Si jemi në atë momentin kur rezultatet nuk vijnë aq shpejt sa mendon? Edhe ky është një moment i vështirë do të thoja, por që është durimi. Durimi ajo është aftësia që duhet përvetësojmë edhe ta masterizojmë. Durimi është shumë i vështirë sepse në ditët e sotme çdo njeri shef në rrjetet sociale, hap celularin dhe në gjithë botën shikon moshatar të tij ose njerëz me moshë më të madhe që kanë makinën më të shtrenjtë, vilën më të mirë, femra kudo dhe normalisht edhe këtu ndodh një kresh dhe thot çfarë gabimi po bëj unë. Unë jam një djalë 18 vjeç dhe kjo është një diçka tjetër që duhet të flas për djem 18 vjeçar, 17 vjeçar që askush nga televizionet nuk flet. Mashkulli shqiptar sot 17 vjeçar, 18 vjeçar nuk ka asnjë lloj shprese. I shikon shoqet e tij ose gocat e klasës, ai do të krijojë një njohje, do të krijojë një lidhje dhe
është i pamundur, qoftë ekonomikisht, qoftë nga statusi që ka, dhe kjo është një nga problemet më të mëdha që e shoh që duhet folur patjetër. Dhe televizionet nuk e di pse zakonisht flitet për feminizmin, po askush nuk flet se si vuajnë meshkujt, sepse janë shumë djem aty jashtë. Ne këtu jemi kondicioner, janë shumë që po ndërtojnë, janë duke punu ndërtim, janë duke punu lavazh, janë duke punu çfarë do lloj pune, kamarier, ose kanë marrë rrugët e botës dhe për të sakrifikuar për një jetë më të mirë, ndërkohë që shoqet e tyre ose gocat e kanë pak më të lehtë. Po që ky është realiteti i botës, kështu që nuk kemi çfarë të bëjmë. Më thej që këto meshkuj nuk janë të gatshëm dhe nuk ndërtojnë dot një marrëdhënie. Nuk është vetëm faji i sistemit ton që nuk kanë mundësi të punojnë, patjetër është dhe kjo, janë shumë kauza që të rinjtë po largohen nga Shqipëria, por mendoj se sot nuk ekziston më as dashuria e sinqertë, sepse vajzat apo kushdo tjetër shikojnë vetëm nga materiali. Ke shumë të drejtë. Materializmi unë nuk do ta ndaj me gjini, mendoj se është diçka që i ka prekur çdo gjinie dhe çdo person nga rinia e sotme, dhe materializmi shikohet qoftë tek makinat ose tek veshjet, dhe materializmi na ka prek si çunat dhe si gocat. Edhe nuk do vendosja faj as te meshkujt as te femrat për këtë gjë. Po ka diçka, është një shprehje që thotë meshkujt pas 30-tave janë ose të pasur ose të varfër, nuk ka ose të bukur ose të çmtuar. Kurse 18 ti nuk ke asnjë gjë, nuk e di. Kurse gocat e kanë atë vëmendjen, si thosh, në fillim. Po që materializmi është diçka shumë e keqe, do thoya unë, sepse asnjëherë nuk e përqen i lumtur. Nëse nuk plotësohesh shpirtërisht, sado lekë të kesh, sado të mira materiale. Këtë thoju brezit sotëm ti. Po dhe unë brezi sotëm jo. Nuk jam brezi vjetër. Tani, përpos kësaj, palestrës, çunave, gocave, unë dua të di se si nisi rrugtimi yt si krijues videosh, të postosh në YouTube, në rrjetet sociale. Po. Atëherë krijimi social media ose content creation si quhet në anglisht, nisi shumë rastësisht, po duke parë moshatarët e mi që i shikoja që krijonin tarë dhe thash, pse mos ta provoj dhe unë? Pavarësisht se nuk kisha asnjë lloj aftësie, qoftë komunikimi, qoftë kisha frikë nga kamera, qoftë nga paragjykimi, thash, pse jo, le t'i japim një shans, le ta provojmë këtë lloj gjë. U paragjykova? Është e pamundur që mos të paragjykohesh në Shqipëri, është gjë, edhe mos bësh asnjë gjë, prap do paragjykohesh. Kështu që do paragjykohesh pse s'po bën asgjë. Si të bësh një gjë, si mos bësh asgjë, të dyja do gjykohesh, kështu që bëj atë çfarë do ti, them unë. Edhe atë ëndrrën që ke ti ndiqe. Se çfarë do lloj gjëje që të bësh, njerëzit do flasin. Cili ka qenë paragjykimi më i rëndë që ke marrë që të ka ngel në mendje? Me thënë drejtën, tani nuk është si vej shumë re, se ka kaluar faza e fillimit, po që në fillim mendoja, dhe kjo është diçka që duhet t'ja them dhe trinjve kur nisin kontentin, është se mendoja në fillim që këta njerëzit që po komentojnë e kanë personale me mua, ndërkohë që jo, ata thjesht bëjnë scroll dhe mund të kenë kaluar ditë të keqe dhe komentojnë diçka të keqe ty, nuk është se e ka kanë personale. Ka ato njerëz që presin të postosh që të fusin një të sharë, mua shumë ndodh. Mezi presin që të nxjerrën diçka dhe të sulen. Unë mendoj se reagimi më i mirë është duke i dhuruar dashuri, kështu që nuk mund të bësh asnjë gjë. E kemi zemrën e madhe, ne. Dashuri për të gjithë. Ajo është gjëja më e mirë. Edhe në momentin që nuk ke komente negative apo nuk e ke këtë, nuk je duke bërë diçka, nëse nuk ke komente negative, je i vdekur, nuk po të shef asnjëri. Shumë vërtet, kështu që negativët janë për audiencë. Cilat janë aftësitë më të vlefshme që ke ndërtuar deri më tani? Aftësitë më të vlefshme që kam momentalisht janë disiplina, 2 komunikimi. Fillimisht kur nisa video të kisha shumë të vështirë të flisja para kamerës. Pra siç po flasim, nëse do e kishim bërë këtë diskutim para një viti ose një vite e gjys, nuk kishte për të ndodhur. Kam qenë shumë keq. Gjithashtu një bindje që kam ndryshuar pas një trajnimi nga Vasil Naçi ka qenë leximi i librave. Ne si breze kemi këtë që nuk lexojnë dhe unë e kisha bindje, nuk ka shanse unë të lexoj libra, sepse shiko këta njerëzit ja kanë arritur dhe nuk kanë lexuar libra. Po ky trajnimi 2 ditor më ndihmoi shumë dhe sot, pothuajse çdo ditë lexoj nga gjysmë orë ose 1 orë,
por gjithmonë duhet lexojmë gjëra që na ndihmojnë jetën tonë. Paktën kështu mendoj unë. Çfarë ke lexuar për herë të fundit? Libri që po lexoj tani është ka të bëjë me shitjen dhe është i shkruar nga Vasil Naçi. Me shitjen. Po, me shitjen, sepse unë mendoj se kjo është e vërtetë që çfarëdo lloj profesioni bëjmë, çfarëdo lloj gjëje, shitje, ne gjithë kemi lidhje me shitjen. Qofse je doktor, qofse je, nuk e di, arkitekt, qofse je avokat, ti duhet shesësh dhe ose kur del nga bankat e shkollës, gjëja e parë që do të bësh është gjesh një punë. Çfarë do të pyesin aty te intervista, gjëja e parë duhet di shesësh veten. Qofse do të takosh një vajzë dhe do të njihësh ose të krijosh familje, duhet shesësh prapë veten. Çdo lloj situate ti duhet shesësh që veten ose produktin, shërbimin tënd. Mi ke përmendur vajzat 2 herë. Si ke marrëdhëniet me femrat ti? Momentalisht jam single. Nuk Sa? faktikisht nuk e kam pas fokusin aty sepse dhe marrëdhënia do atë angazhimin e vet. Kam pas shumë punë dhe plusi nuk kam gjet atë shpirtin binjak, ndoshta që jemi në të njëjtën linjë sepse ato bindjet e mia, që kjo do ngjaj pak kontroversale sepse nuk mund të shohësh ose rrallë gjën 22 vjeçar që duan të krijojnë familje në të 20-tat e tyre. Pra, nuk po themi sot, por pas disa vitesh duhet krijojnë një familje të madhe sepse familja është ajo që të mbush shpirtërisht, asnjë gjë materiale nuk krahasohet me atë që me dashurinë që t'je familja, mendoj unë. Sa djali mirë. O çuna, po dëgjoni pak. Dëgjoni pak ju të tjerat, se është vetëm 22 vjeç. Ju jeni nga 30 vjeç dhe keni frikë të krijoni familje dhe të dashuroni. Ka diçka që edhe situata ekonomike dhe politike nuk është në favorin e njerëzve, duke qenë se rrogat janë më të ulta se sa qeraja, jo vetëm këtu në Shqipëri, por dhe jashtë shtetit. Në Shqipëri. Okay, jashtë shtetit. Po, edhe jashtë shtetit inflacioni është ka shkuar jashtë asaj që pritet. Nuk e di, unë jam në informacionet e mia janë se në Shqipëri jemi shumë i varfër, popull i varfër, me paga shumë të larta. Tani e kupton ti se ç'a bëhet? Shumë të larta në kuptimin e kundër, do të thuash. Sepse paga minimale sot me të shkosh në big market ti, po. Pagesa që bën. Ne po, do ham, do pim, qeraja. Po. Faktikisht është një nga problemet më të mëdha, me sa di unë rroga minimale sot është 500 dhe në Tiranë ti vuan ta gjesh qeran 500. Dhe nëse nuk do ishte, po themi për trind, familje ose një suport tjetër, do i kishin pamundur dhe nuk e di se si ja bëjnë ata të rinj që kanë ardhur nga rrethet ose që kanë probleme dhe nuk e di se si ja dalin. Kjo është një nga arsyet që mendoj kanë dalë dhe njerëzit protestë sepse jetesa pak a shumë është bërë e papërballueshme ditët e sotme me inflacionin. Dhe shpresoj të kenë një zgjidhje dhe shpresoj që ky sistem, kjo qeveri ose të jap dorëheqjen ose të përmirësohet. Unë nuk është se kam problemin me qeverinë, unë thjesht dua një Shqipëri më të mirë edhe po qeveria pra e ka fajin. Eksakt. Nuk e kemi ne të shkretët. Eksakt. Për mendimin tim Shqipëria duhet të jetë gjithmonë në vend parë dhe Shqipëria duhet të triumfojë. Njerëzit ose personazhet, individet, mendoj se jemi lodhur dhe kemi kënaqur këto 80-100 vite ne me personazhet një lider ose nuk mendoj se kemi më nevojë për atë kultin e individit, por kemi nevojë për një ekip mirë edhe që ta doj vendin e tij, edhe pse jo dhe nacionalist, kështu mendoj. Bravo. Cila është ajo femër që të përmbush kriteret ty? Si duhet të jetë ajo femër? Atëherë kaluam te Nuk largohem unë, vi kështu vërdall. Te Kronika Roz. Atëherë nuk kam folur ndonjëherë për femrat, por me që më drejtua pyetja patjetër që do flasim. Atëherë ajo femër që më pëlqen mua dhe mendoj që do bashkohet me ato bindjet e mia, është një femër që është pro familjes dhe një femër që do shef një të ardhme, pra do të krijoj një familje. Dhe unë kam shumë merak të pjesën e fëmijëve, kam dëshirë një familje të madhe, edhe më shumë kalamaj, sepse nëse shikon ditët e sotme, raca jonë shqiptare dhe sidomos në Europë, po fillojmë dhe ne, po zëvendësohet popullsia jonë me indian ose me persona të tjerë. Nuk jam racist dhe nuk kam asgjë nga atë, por
ky zëvendësimi i popullsisë, pra shqiptarët dhe moshatarët tanë janë çdo ditë duke ikur në Gjermani ose në shtete të tjera për të punuar, ndërkohë që po vinë të tjerë emigranta. Pse jo këta që i kemi këtu, sepse kemi talenta dhe kemi shumë talenta këtu në Shqipëri. Pse mos t'i mbajmë këtu dhe zhvillohen, sepse Shqipëria ka shumë talenta dhe mendoj se edhe këtu mund të dalin, thjesht këtu mungon meritokracia, mendoj unë. Dhe gjërat ndonjëherë duhet i marrësh me dhunë, sepse nuk t'i jep njeri. Është i shprehje që profesioni vidhet nuk mësohet. E vërtet, nuk e kundërshtoj, është e vërtet që vidhet, por që dhe një farë meritokracie, domethënë duhet të ketë, sepse në Shqipëri shohim shumë shpejt njerëz që nga bankat e shkollës të shkojnë te partia dhe pastaj direkt te drejtori pas një lloj eksperiencë ose pa hapur një qepen, pa punuar një ditë çfarëdo lloj pune, ishte në pozicione shumë të larta dhe kjo është diçka që çedon dhe prandaj mendoj që njerëzit janë mërzitur. Ti je nga? Unë, origjina ime është Çame. Prindërit kanë lindur në Berat, unë kam lindur në Tiranë, po origjina nga babi, ne kështu shqiptarët e marrim, është Çame, kurse nga mami është nga Berati. Atëherë do të flasim pak edhe për Çamërinë, sepse edhe për Çamërinë më djeg pak shpirti, sepse ka 82 vite që nga genocidi Çam, që shqiptarët nuk i gjendet e drejta e tyre. Në 44-45 që ka ndodhur genocidi, shqiptarët kanë qenë me pasaporta greke dhe kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë bërë pasaporta shqiptare, ku edhe familjarët e mi kanë shkuar më vonë dhe nuk i kanë ndaluar. Shumë të moshuar që mund të kenë qenë atëherë fëmijë, nuk i lejnë të kalojnë tek kufiri. Kjo është diçka shumë ekstrem e dhimbshme për çdo familje shqiptare, mendoj unë, dhe duhet patjetër të bëjë diçka, duhet të bëjë diçka shteti ose nuk e di kush janë institucionet, sepse ka 80 vite dhe kësaj çështje nuk është zgjendur asnjë zgjidhje. Unë mendoj se askush nuk pretendon që të rikthehen, po të paktën që të njihemi, sepse ne akoma nuk njihemi si etnitet ose si kombësi, sepse kemi qenë aty, na është bërë një padrejtësi dhe akoma nuk është gjetur, akoma nuk njihemi, më kupton? Edhe është shumë e dhimbshme. Të njëjtën gjë u ka ndodhur edhe në Kosovë, po fatmirësisht vëllezërit Dardan e kanë krijuar shtetin e tyre, kurse pjesa e Çamërisë ka ngelur kështu pak pas zgjidhje. Dhe më thanë nga regjia se na ke sjell një dhuratë. Patjetër. Kjo është një dhuratë për ty, cilën mund ta gjeni tek Sergi Store, ja ku e kem. I love Çamëria, janë kapele e reja, siç mund ta shikoni. Këto janë veçanërisht për stafin, këtu, edhe për Klean. Ja, unë e vendosa. I love Çamëria. Unë mendoj se duhet t'i ruajmë ato rrënjët tona dhe të kemi sa më shumë, çdo shqiptar besoj duhet jetë krenar për origjinën e vet dhe unë jam ekstremisht krenar. Edhe është gjë shumë e bukur, po më shkon. Faleminderit shumë. Mendoj se të shkon shumë se ke edhe flokët e zeza dhe bionda apo brune? Nuk është kokuqe përgjigja, po do them edhe një brune që bëhet bjonde. Bjonde e dashka. Nuk ka rëndësi edhe flokët e zeza. Nuk Tjetë është. qa tjetë. Jo, nuk është. Veç të kryojë familje. Jo, dhe të ketë pak a shumë ato, paktën përshtatet me mua, me tipin tim, komunikim dhe të kemi kimi. Kjo është. Dhe të jemi në të njëjtën tim pak a shumë, jo diçka jashtë normës, më kupton. Sergi, unë do doja nga ana jote një mesazh për të gjithë të rinjt. Një mesazh për të rinj që doja t'i thoja është pavarësisht se çfarë gjëje ndodh në jetë, pavarësisht se sa depresionuar mund të jesh, pavarësisht se sa e vështirë bëhet jeta, edhe nëse mendon që t'i japësh fund, thjesht mos e bëj, sepse ditë më të mira do vinë dhe gjithmonë ka për të pasur dritë aty në fund të tunelit dhe gjithmonë mund t'ja dalësh dhe asnjëherë mos hiq dorë nga ëndra jote. Momentin që unë do hiq dorë nga ëndra ime, ai do jetë momenti që unë do vdes, jo momentin e varrimit. Momenti që do hiq dorë nga ëndra ime dhe unë s'kam për të hequr dorë asnjëherë. Mendoj dhe shpresoj me ndihmën e Zotit. E di që njeriu jeton me ëndra. Nëse s'ke ëndra, nuk jeton. Nëse njeriu nuk ka ëndra, unë mendoj se ka vdekur. Nëse nuk ka vdekur fizikisht, ka vdekur mendërisht dhe shpirtërisht.
Sergi, të falenderoj shumë, je një djalë fantastik. Faleminderit. Jam shumë e lumtur që sot ka çuna si ti. Shumë Dhe faleminderit. të uroj shumë fat, sukses dhe shpresoj të arrish më aty suksesit ashtu siç ta do zemra ty. Faleminderit. Të njëjtën gjë uroj edhe për ty. Ambienti këtu ishte shumë i mirë, stafi shumë i pritës. Kisha edhe një pyetje të fundit për ty. Pa. Po Klea, si i dëshiron çunat dhe a janë çunat shqiptarë në atë nivel që i kërkon ajo ose gocat shqiptare? A janë çunat shqiptare ty ku duan? Çunat shqiptar në Çunat shqiptar janë realisht shumë të mirë. Unë nuk jam paragjykuese, as nuk jam askush që t'jap mendim për çunat shqiptar. A do duhet shqiptar apo tuaj? Shqiptar, unë nuk patjetër që shqiptar. Mos më pyet verior apo jugor. Unë Sa do ta bëja si pyetje, po ma more si pyetje. unë jam vetë nga Veriu, kështu që përgjigjen Shumë goca nuk e din nëse e ke parë i pëlqejnë çunat nga Veriu, kështu që. pse e thua? E kam parë shumë në Po pse, si në ka Reels. mundësi? Nuk e di, është zgjedhja e tyre. Nuk e di, duhet pyesim goca, nuk duhet pyesim çunat. Atëherë Duhet marrim një gocë ta pyesim që pse pëlqen. atëherë unë për gocat s'kam asnjë mendim sepse jam femër vet, nuk dua që të jem as paragjykuese për as që ti vlerësoj apo nën vlerësoj. Mendoj se nuk është i vlefshëm mendimi im për të gjithë gocat shqiptare, ashtu siç nuk mund të jetë i vlefshëm për mua nëse del dikush dhe thot një mendim për të gjithë gocat. Unë jam shumë e lumtur që sot rinia këmbgul, jemi këmbgulës në atë që duam dhe shpresoj shumë që ne të arrijm dhe ta bëjmë Shqipërinë më të bukur, përderisa është dita e 70 që protestojmë dhe nuk po ndalemi dhe jemi të gjithë rini. Ka diçka që Gen Z është parë si një gjenerat e dobët dhe gjatë gjithë këtyre viteve besoj dhe ti e ke ndjerë që thonë ju jeni brez TikToku, jeni brez patatinash, jeni brez i gjithë këtyre, po me sa duket kjo Gen Z-a doli pak jashtë kontrollit dhe i ka tundur pak themelet e Shqipërisë. Me sa duket. Kështu Dhe- që Dhe gjithashtu du të them dhe diçka të fundit, dhe pavarësisht se thonë për Gen Z që shumë gjëra, ka disa persona që vërtet punojnë, dhe unë i kam parë që dhe jashtë shtetit, kam punuar dhe jashtë shtetit, dhe shqiptarët punojnë dhe janë fiks, do them atë shprehjen, kafsh punë, punojnë gjithë ditën pa ndalim, vetëm për të kriju familjes tyre të ardhme sa më të mira dhe nuk është Gen Z-a vetëm ajo e TikToku që shikoni, është një rini që dhe unë jam befasuar kur e kam pa që punon ekstrem fort dhe ata janë aty dhe këta do jenë e ardhmja e këtij shteti dhe njerëzit që do e drejtojnë këtë shtet. këta, ne Ne, eksakt. I them atyre që na referohen si çfarë vibe-i dha emisioni Vibe një herë? ekstrem pozitiv. Më pëlqen. Shumë emision i bukur, ju përgëzoj për gjithë këtë iniciativë që keni marrë dhe shpresoj t'u shkoj sa më mbar dhe ju uroj gjithat mirat. Edhe ky është një urim që vjen nga zemra, jo sa për të kaluar radhën. Sergi, shumë faleminderit. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.